ta dim diferencën nga këndvështrimi i zotit Abrashi, pse koalicionet, tash kjo është e mira dhe e keqa, se siç po duket nga këndvështrimi në gjykimin tim, e hatërmbetja e zotit Selmana, i kryetarit të dekës së LDK-s, ndaj zotit Kurti, pse kanë hek pini qeverie, në fakt gjykata kushtetuese e ka hek, se ka shpall jo legjitime legale, a kanë diku sipas mendimit juaj në këtë refuzim, apo ka aty prapaskena të natyrës, mos ta quaj vetëm spekulative, po të grupeve të interesit, siç u quajt nga lideri, nga kryetari i vetëvendosjes zoti Kurti, interesave dhe kumarve dhe kumarive që mund të kenë këto dy partit rivale. A është uretja mosdurimi dhe, si themi kështu, mos pranueshmëria e PDK-s edhe LDK-s, rrjedhimisht qoftë edhe në nivel lokal në Prizren, interes parimor sipas këndvështrimit tanë ndaj koalicionit të kundër kandidatit tuaj, apo është realisht një formë për ta realizuar pushtetin në organet e shtetit nëpërmjet marrjes së pushtetit me çdo kusht. Pra po tham, siç thotë kryetari në hapje, kryetari vetëvendosjes, siç tha, interesat dhe kumarit. Tash, kjo është si hyrje, por gjithsesi, në qoftë se ato janë interesa dhe kumari, natyrisht që pushtetin vetë është interes, po është motivi do të jetë i mirë, i shnosh këtu, të kuptohemi. Nuk para supozoj që ju apo tjerët keni interes të tjetër. Po çka e dallon ta zëm marrëveshjet e Abrashit të vetëvendosjes me Emilia Rexhepin, me zotin Krasnishin nga AK-ja dhe me zotin Zafir Berisha nga Bashkimi për Demokratik, por edhe me komunitete tjera nga komuniteti rom, prej koalicionit, ta themi, marrëveshjes së PDK-s dhe LDK-s në Prizren. Tash në numra, zoti Abrashi, sigurisht i keni bë matematikat e juaja, ju dilni baraz me këto koalicione që i keni bë në nivel lokal. Po tash kjo pastaj po merr shumë kuptim teknik të syri qytetarit. Cila është përnimeja këtu? Kush sipas këndvështrimit tanë e ka më përnimeja? A është Abrashi me Zafir Berishën, e Besnik Krasniqin, e Emilia Rexhepin më përnime koalicion? Kur ta më përnime është parimori interesi i qytetit, që tha dhe Zafir Berisha, i kemi dallimet, po një përbashkët e kemi Prizrenin, a është ajo e Driton Selmanës me zotin Totaj nga PDK-ja në këtë aspekt? Po, pyetje shumë e mirë. Lerem, unë nuk e di përgjigjen